Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejt nga studia e emisionit Frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë, mirë po edhe me biseda në studio. Sot janë bërë 20 vjet që kur ka ndruar jetë presidenti i Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova, dhe në pjesën e dytë emisionit Frontal do të flasim për Ibrahim Rugovën, figurën e tij me njërin prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Ibrahim Rugovës, ish zëdhënësin e presidentit të Kosovës, zotin Muhamet Hamiti. Do të kemi edhe shumë informacione, por para se gjithashtu titujt kryesor. Djali dyshohet se vrau nënën e tij në Restelisë Dragashi, 30 vjeçari, raportohet se kishte tërmeta mendore dhe ishte dënuar 3 herë për dhunë. Vdes 53 vjeçarja nga Goriçi i Malishevës pasi shtëpia ku jetonte ajo u dëgj. Edhe Kosova pjesëmarrësja në bordin e paqes në Gazë, Osmani publikon ftesën që mori nga Trump. 2 dekada nga vdekja e presidentit Ibrahim Rugova, 20 vite pas, bën homazhe e mban akademi përkujtimore për të. Emisionin Frontal për sot nisim me ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Restelicë të Dragashit, ku atje dyshohet se djali e ka goditur dhe e ka rrarë deri në vdekje nënën e tij. Qatia që ndan bashku kthye në vend krimi. Kryefamiljarja e kësaj shtëpie në fshatin Restelisë të Dragashit dyshohet se frymën e fundit e dha duke duruar dhimbjen që po ja shkaktonin duart e djalit që e rriti. Pas orës 1 të mëngjesit të së mërkurës, 30 vjeçari me inicialet FPB dyshohet se ja mori jetën nënës së tij. E në skemën e krimit dyshohet se u përdor veç goditja. I dyshuarit FPB dyshohet se privoi nga jeta nënën e tij duke ushtruar dhunë fizike mbi të. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar për obduksion. Të mërkurën familjarët nuk pranuan të japin detaje mbi rastin, ani pse ju zyrtarisht mësohet se viktima ju kishte thënë vazhdimisht se ndjihej e pasigurt. Iq me fol, futere me kamera. 60 vjeçarja mori lëndime të rënda në kokë ndaj plagëve si u mbijetoi dot. Pak minuta pas krimit i dyshuari u arrestua. Madje ky i fundit që sipas institucioneve ka rregullime mendore s'është krejt i panjohur për ta. Detaje për intervenimin që u krye në Restelisë dhe drejtori i policisë për rajonin e Prizrenit Faton Alia. Zyrtarët policorë, pastaj hetimet rajonale, njësia e kriminalistikës teknike bashkë me prokurorin kanë shku në vendin e ngjarjes, kanë bërë ekzaminimin e gjithë shtëpisë dhe vendit të ngjarjes. Në vend të ngjarjes nuk është gjetë ndonjë provë apo dëshmi, ndonjë mjet, qoftë mjet i fortë, mjet i preftë apo ndonjë armë zjarri, e cila për rastin konkret mund të ndërlidhej si mjet i përdorur për kryerjen e veprës dhe për pasojat të shkaktuara. Alia tha se i dyshuari ka vepra të tjera penale. Ky dyshuari ka pas edhe 3 raste nga kaluara, do të thotë përpas rastit fundit, 2 raste në vitin 2 raste në vitin 2021 dhe rasti i fundit në vitin 2024. Kur ndodhin raste të tilla, ne veprojmë si institucion me kompetencë. Çka do të thotë policia përgjigjet e para në vend ngjarjes në udhëhecin e prokurorit. Pikërisht për këtë rast nga prokuroria e Prizrenit njoftuan që ka pasur aktgjykime dënuese. Por i njëjti dënim është zëvendësuar me gjop, por duke detyruar të dyshuarin të paraqitet në qendrën e shëndetit mendor çdo 6 muaj. Gjykata të akuzuarit dënimin me burgim në kozgjatje prej 6 muajve i zëvendëson me dënim me gjop në shumën prej 2.000 euro, në të cilën dënim me gjop do të llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 30/06/2024 e deri më datë 25/09/2024. Ndërkohë gjatë së mërkurës nga qendra e shëndetit mendor në Prizren për të shtatë nuk bën të ditur nëse 30 vjeçari është paraqitur çdo 6 muaj aty sipas vendimit të gjykatës. Ndërkohë vazhdojmë emisionin Frontal me informacione të tjera. Një grua rreth moshës 53 vjeçare ka vdekur si pasojë e zjarrit që ka kapluar një shtëpi në fshatin Goriç të Malishevës. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Lomni Graishta, ka thënë për televizionin të shtatë se viktima ka qenë e palevizshme. Ai ka shtuar se 53 vjeçare ka jetuar vetëm me baban, i cili nuk ka arritur të largojë nga shtëpia.
Një shtëpi në fshatin Gorisht të Malishevës është përfshirë nga flakët, ku për pasojë ka mbetur pa shenja jete një grua e moshës 53 vjeçare, e cila ka qenë duke jetuar vetëm me baban dhe ka qenë e palivishme. Ende nuk dihen rrethanat e zjarrit dhe policia është duke u marrë me këtë rast, ka thënë Graishta. E një shtetas i Republikës së Kosovës ka humbur jetën në një aksident trafiku në Maqedoninë e Veriut derisa po drejtonte një kamion në magjistralen Bajr Kreva Plank. Për këtë ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut, e cila tha se ai vdiq në vendin e ngjarjes. Ministria po ashtu ka thënë se është bërë kthyrja e vendit të ngjarjes, ndërsa me urdhër të prokurorit publik trupi i të ndjerit është dërguar për autopsi. E në anën tjetër këtu në Prishtinë, gazetari Liri Mehmetaj është kërcënuar me tone shumë të ashpra nga një qytetar i cili besohet se është me origjinë nga Lugina e Preshevës. Lajmi është bërë publik sot gjatë ditës, ndërkohë Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka njoftuar se gazetari Liri Mehmetaj është kërcënuar madje edhe me vrasje. Mehmetaj është kërcënuar në rrjetin social Facebook. Një koment kërcënues në Facebook ndaj tij mesjerash thotë: 3 okfira me të shpraz në lult ballit, frek e kije, thuhet në njoftim. AGK-ja e ka dënuar këtë gjuhë dhe ka bërë thirrje policisë së Kosovës dhe prokurorisë që të ndërmarrin masa urgjente për identifikimin dhe lokalizimin e personit në fjalë dhe ta mbajë përgjegjës për veprën penale të kanosjes. Ky kërcënim kaq serioz vën në rrezik sigurinë fizike të Mehmetajt dhe redaksinë që ai e udhëheq. Prandaj AGK-ja fton policinë e Kosovës që të ofrojë masa mbrojtëse, thuhet në njoftim. Ndërkohë flasim për pavarësinë e Republikës së Kosovës, pra e cila siç dihet ka ndodhur me 17 shkurt, mirë po në këtë ditë jo vetëm do të festohet. Atë ditë do të protestohet në mbështetjet atyre që janë propagrilave pra në Hagë për shkak se liria ka emër, mirë po organizata veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe gjithë ata të cilët besojnë në pafajësinë e krerëve të UÇK-s do të organizohen dhe më 17 shkurt në qendër të Prishtinës do të protestojnë kundër padrejtisë. Mijëra qytetarë përgjigjen thirrjeve për protesta në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hagë. Pas protestave që u mbajtën në kryeqendrat shqiptare, një radhës po përgatitet që të mbahet sërish në Prishtinë. Kur procesi gjyqësor po e shënon fundin, data kësaj proteste është goxha simbolike për shqiptarët anë mban. Ditën kur Kosova shpalli pavarësinë e saj me 17 shkurt, në udhëheqjen e shpallësit të saj Hashim Thaqin e paralajmërojmë një protestë pasore për drejtësi në Prishtinë. Sepse pikërisht tani, kur pas më shumë se 5 vitesh, procesin Hagë ka hyrë në fazën përmbyllëse, është momenti të ngrihet zëri qytetar në mbrojtje të çlirimtarëve dhe të vetë parimit të drejtësisë. Për gjatë këtyre 5 viteve, nga platforma Liria ka emër thonë se procesi që thirrën në drejtësi është shoqëruar me mangësi që e cenojnë gjykimin. Qytetarët kanë parë ndër vite rrjedhje dokumentesh që vijnë nga Serbia, ankesa për të drejtat e mbrojtjes, zvarritje të proceseve, mungesë komunikimit të qartë me opinionin publik dhe një diskurs ku politika shpesh flet më shumë se ligji. Në këtë konferencë për media, u rreshtuan kërkesat që kanë organizatorët për ata që janë të thirrur për të vendosur drejtësi. Ne kërkojmë verdikt juridik dhe jo verdikt politik. Kërkojmë vendime të bazuara në prova dhe jo në agjenda. Prandaj mesazhi ynë është i qartë, sepse kërkojmë drejtësi pa presion, drejtësi pa ndikim, drejtësi pa skenar, drejtësi për të gjithë. Ne kërkojmë që procesi në fund të mbyllet me vendim ligjor, të respektoj parimin e gjykimit të drejtë dhe të mos mbetet peng i politikës. Në fund, ju bë edhe një herë thirrje qytetarëve që të bashkohen me 17 shkurt në sheshin Skënderbeu nga ora 14 në këtë marshim e protestë paqësore. Kurse në gjykatën themelore këtu në Prishtinë, Muhamet Ali Dema i akuzuar për krime lufte në Izbic në vitin 1999 u përball me një dëshmitare e cila gjatë kohës së luftës ishte maltretuar nga forcat serbe.
Rigjykimi ndaj tij po e prek fundin. Shqiptari akuzuar se mori pjesë në masakrën e Izbicës këtë mërkurën e gjykatore u përball me një dëshmitare. Muhamet Ali Demaj dëgjon rrëfimin e Xhevrijet Thaqit, e cila gjatë kohës së luftës u maltretua nga forcat serbe. Kjo tregoi se në mesin e tyre ishte edhe një ushtar i cili fliste rrjedhshëm gjuhën shqipe. Na kanë rrej, na kanë maltretu, na kanë hi kamve, edhe folshin shqip. Ata kujnor drejtim tonin, mu më kam pyet ku e ki burrin. Thot atje s'ka fol shqip vetëm njëre. Jo, veç e ka fol shqip, edhe tjerë të kuptojshin se çka folshon, ata u keshin edhe filleshin të mahi me kam mu, me shkelma. Pasi i maltretuan, dëshmitarja tha se më rënd ishte ndarja nga fëmijët që nuk e kishte parë më pas deri në përfundim të luftës. Po mi kanë marrë fëmijët, mi kanë da pej meje, mi kanë qitë. Më kanë qenë Shqipni, fëmija më kanë mejtë Kosovë, për 3 muaj cisë këm dita në gjallë vetë. Burin mal, vllavin burg, edhe... Thaqit ju kërkua të përshkruaj ushtarin që fliste shqip e që i printe grupit. A ishte në uniform, a ishte i maskuar? Jo, e ka pos uniforme, edhe ka pos do vistatime edhe një shamit kupqe. Ishte i agostë? Jo, uniformen se ka pos si ushtartë, po e ka pos ndryshe si këta që e kanë bërë masakra, që ta nuk e di, po. Keqar dhe pra të që të gjë është prej avokati serb që përfaqëson të akuzuarin shqiptar Muhamet Ali Demaj. Kur keni folë në deklaratën e juaj? Verujte sam se na ježi teško mi je bilo da slušam. Besoni që jam rrësqetur dhe shumë vështirë ju kam dëgjuar. Mua më vjen more që i takoj popullit të njëjtë. Koji je to uradio? I cili këtë e kishte vepruar. Me këtë dëshmitare përfundoi dëgjimi i dëshmitarëve në këtë shërtim gjyqësor me të vazhduar në seancën e radhës me fjalët përfundimtare. E për një krim që po ndodhën në botë, do të mbledhet bordi i paqes dhe në këtë bord pjesëmarrëse do të jetë edhe Kosova. Presidenti Donald Trump pas Shqipërisë ka bërë ftesë edhe Kosovës që të jetë pjesë e këtij bordi. 4 ditë pas Shqipërisë, ftesa i erdhi edhe Republikës së Kosovës. Nga shtëpia e bardhë në presidencën e shtetit më të ri në Evropë, erdhi letra që fton Vjosa Osmanin ta përfaqësojë vendin në bordin e paqes. Siç e shkroi në letër presidenti amerikan Donald Trump, bordi do të themelohet si një organizatë e re ndërkombëtare dhe administratë qeverisëse tranzicionale. Si kryetar i bordit, ju ftoi zyrtarisht Republikën e Kosovës që t'i bashkohet këtij procesi si shtet antar themelues dhe të bëhet palë e kartës së bordit të paqes, e përfaqësuar nga ju. Ky bord do të jetë unik, nuk ka pasur kur diçka të ngjashme. Pres me kënaqësi të punoj me ju. Për shumë kohë në të ardhmen, drejt qëllimit të vendosjes së paqes botërore të qëndrueshme, prosperitetit dhe madhështisë për të gjithë. Shefja e shtetit e vlerësoi këtë si një zhvillim me rëndësi historike për Kosovën. Në radhë të parë për shkak se kjo është një organizatë ndërkombëtare, pra është antarësim i Republikës së Kosovës në një organizatë ndërkombëtare dhe atë si një ndër antarët themeluese të kësaj organizate. Në radhë të dytë për shkak se kjo organizatë themelohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati ynë strategjik, dhe në radhë të tretë për shkak se SBA-t ka përzgjedhur pikërisht Kosovën në mesin e disa shteteve që janë antarë themeluese. Teksa shpreh besim të plot në suksesin e kësaj organizate, njoftoi se pjesëmarrja e Kosovës atje nuk përfshin detyrime financiare. Një gjë e tillë nuk është përmendur në dokumentacionin që na është dërguar, ju e keni parë edhe vetë ftesën, por edhe në dokumentacionin përcjellës nuk përmendet çështja e ndonjë pagese i lihet shteteve që këtë gjë ta bëjnë në mënyrë vullnetare. Ndërkaq në rrjetet sociale, Edi Rama shkroi se ftesa Trump ndaj Kosovës vjen edhe për shkak të meritave personale të Vjosa Osmanit. E kjo e fundit e falenderoi duke thënë se qëndrojnë të bashkuara në aleancën me liderin e botës së lirë. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, i cili është duke qëndruar në Davos të Zvicrës, ka folur edhe për territorin autonom të Danimarkës. Territor ky të cilin ka thënë se Shtetet Bashkuar të Amerikës do ta marrin pa përdorur forcë. Me rreth 2 orë vonesë atëroi në Davos të Zvicrës.
Andaj presidenti amerikan Donald Trump anulloi takimin me kancelaren gjerman Friedrich Merz dhe u nis drejt forumit ekonomik botëror. E fjalimin e tij para liderëve global, Trump e nisi me kritika për evropianët. Ne mund të debatojmë për këtë, por nuk ka debat. Miq kthejen nga vende të ndryshme, nuk dua të fyej askënd. Me thonë, nuk e njeh me Evropën dhe kjo nuk është në kuptim pozitiv, por në një mënyrë shumë negative. Dhe unë e dua Evropën dhe dua të shoh atë të shkojë mirë, por nuk po shkon në drejtimin e duhur. Teksa tha se ka respekt të madh për popullin e Grinlandës dhe Danimarkës, shtoi se vetëm SBA-t mund ta mbrojnë ishullin gjysmë autonom. Unë kërkoj negociatat e menjëhershme për të blerë Grenlandën. Mund të thoni po dhe ne do të jemi shumë mirënjohës, ose mund të thoni jo dhe ne do të kujtojmë. Janë vetëm SBA që mund ta mbrojnë këtë mos gjigante toke. Këtë copë gjigante akulli ta zhvillojnë dhe ta përmirësojnë atë. Mirë po deklaroi se nuk do të përdor forcë për ta marrë atë nën kontroll. Ndoshta nuk do të arrim asgjë nëse vendos të përdoret forcë të tepërt. Do të ishim të pandalshëm, por unë nuk do ta bëj këtë. Nuk kam nevojë të përdor forcë. Nuk dua të përdor forcë, nuk dua të përdor forcë. Në Davos po qëndron edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i cili ditën e mërkurë nisi me takim me homologën e Luksemburgut Luc Frieden. Pastaj u takua edhe me komisionerin e BE-s për zgjerim Marta Kos, si dhe me ministrin e ekonomisë të Estonisë Erkki Keldo. Vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera dhe flasim për rinumërimin e votave. Procesi i rinumërimit të votave nga vendvotimet në Kosovë nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit ka përfunduar në 7 komuna. Ishte kandidati vetëm i pavarur që mori pjesë në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Megjithatë, Nejmedin Sejdlar, përfaqësuesi i komunitetit Goran në Kosovë, dyshohet se ka përfituar në mënyrë të parregullt 33 vota. Pas rinumërimit të vendvotimeve, ndryshimet në votat e subjekteve politike rezultuan minimale, por pasaksit në votat e kandidatëve brenda subjekteve politike u shfaqen në një shkallë shumë të lartë. Në Podujev, nga 10% e votave të numëruara, abuzimi më i madh është evidentuar te votat e kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje, ku përfitues kryesor dyshohet të jetë Ejop Maqedonci, të cilët janë atribuar në mënyrë të rrem 288 vota. Ndërkohë, me rreth 35% të votave të numëruara në gjithë Kosovën, prim Partia Demokratike e Kosovës dhe kandidati i saj Feta Pacharizi, me mbi 6.000 vota, ndërsa pas tij renditën Aeta Sani, Kujtim Gashi, Luljeta Veselaj Gutaj, Arjanit Çollaku, Fadil Demaku dhe Enver Hoxhaj me mira vota secili. Ndërkohë që procesi i rinumërimit po vazhdon ende në qendrën e numërimit dhe rezultateve, për ta përshpejtuar këtë proces, KQZ vendosi të rrisë numrin e ekipeve të numërimit nga 40 në 76. Gjithçka po kontrollohej me kujdes, ndërsa kuti që përfundonin procesin vendoseshin në mes të sallës. Për mbarvajtjen e këtij procesi njoftoi zëdhënësi i këtij institucioni Valmer Elezi. Pjesa e vendvotimeve që janë numëruar është për shumë se 30% e vendvotimeve. Sipas vendimit të parë të KQZ-s të datës 13 janar, në proces për të rinumëruar ishte planifikuar vetëm 914 vendvotime, ndërkaq me vendimin e dytë të KQZ-s të datës 19 janar, në këtë proces parashihet të përfshihen edhe 1643 vendvotime. Bazuar në kapacitetet aktuale, sipas Elezit, procesi i rinumërimit pritet të përmbyllet deri në fund të muajit janar. Dhe në bazë të një planifikimi që kemi dhe duke mbështetur në këto kapacitete, besojmë që deri në fund të muajit janar do të përmbyllet i gjithë procesi i rinumërimit të 2557 vendvotimeve. Rinumërimi nisi me 13 janar, fillimisht në 10 komuna që shkuan në rinumërim të plot, si dhe 10% të vendvotimeve të 28 komunave të tjera. Sot janë bërë 20 vjetë që kur ka ndruar jetë presidenti historik i Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova. Homarrë janë bërë të varri i presidentit nga familjarët, miq të mirë, po edhe ndërkombëtarët. Hapat e ngadalt i qojnë drejt varrit të presidentit historik. Në shoqërimin e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmanit, bashkëshortja e Ibrahim Rugovës, Fana, në një ceremoni solemne u afrua për ndërime. Në 20 vjetorin e vdekjes së atij që cilësohet si arkitekti i pavarësisë së Kosovës, rreshtoheshin edhe ambasadorët e shteteve të ndryshme, duke dëshmuar se vizioni i Rugovës kishte tejkaluar kufijt.
E para që vendosi lule mbi varrin e tij në Prishtinë ishte përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara, shteti për të cilin Rugova njihet si nismëtar i marrëdhënieve të ngrohta e strategjike. Presidentja Osmani e konsideroi Rugovën si njeri që bashkoi gjithë popullin rreth kauzës së lirisë, pavarësisë e demokracisë. Presidenti Rugova e bëri bashk gjithë popullin e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci. Kauzë kjo që është akoma e gjallë dhe është jetësuar për shkak të sakrificës së madhe të popullit ton, luftës ton çlirimtare dhe ndërtimit të aleancave me aleatët tonë strategjik. Falënderime ndaj presidentes pati bashkëshortja e Rugovës, Fana. Falenderoj shumë presidentin Osmani për këtë ceremoni që realizoj për nderin e presidentit historik të Kosovës, presidentit Rugova. Lule mbi varrin e ish-presidentit Ibrahim Rugovës në 20 vjetorin e vdekjes së tij ka vendosur edhe ish-kryeparlamentari Dimal Basha. Si një njeri i letrave, ajo kuptoi shpejt të ndërmorri hapat e portët të menjëhershëm për instalimin e një sistemi arsimor paralel, që mendoj ishte një arritje jashtëzakonshme për kohën, meqense se ajo kuptoi shpejt që arma dhe shpresa jone vetëm asë kohë ishte që ta mos mbesim të paarsimuar. Të pranishëm ishin edhe antarët e partisë që ai e themeloi dhe drejtoi lidhjes demokratike të Kosovës. Nderojmë Ibrahim Rugovën, njeriu i cili jo vetëm që realizoi një ëndër historike të popullit të Kosovës për liri, për pavarësi dhe demokraci, por krijoi një projekt madhor më të madh ndër shqiptarëve të Kosovës. Në këtë 20 vjetor, Rugovën jo vetëm se nderojmë, por e kujtojmë dhe në kujtimet e tija dhe ëndrrën e tij punojmë vazhdimisht. Falëndërues ndaj LDK-s të mërkurën ishte djali i ish-presidentit Uk Rugova, i cili tha se po punohet për të ruajtur trashëgiminë brenda partisë dhe në të mirë të Kosovës. Në ndërim të jetës dhe veprës Ibrahim Rugovës, sot në Prishtinë janë mbajtur 2 akademi, njëra në patronatin e Presidentes së Republikës së Kosovës dhe tjetra në patronatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Rindërtojmë Kosovën dhe rindërtojmë lirinë, demokracinë e Kosovës dhe shkojmë drejt pavarësisë së Kosovës. Planet për fatin e shtetit të Kosovës si pati gjithmonë të qarta. Është më rëndësishme se bota na njeh, se fati ynë njihet edhe në Evropë edhe në Amerikë. Madje presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova aso kohe merrte falëndërime personale për stabilitetin e krijuar në rajon nga presidenti amerikan Bill Clinton. Mund të them se presidenti Clinton personalisht shprehi një njohje të veçantë për lëvizjen tonë paqësore dhe për kontributin që kemi dhënë stabilitetit në rajon. Ky dokumentar u shfaq të mërkurën në Akademinë përkujtimore që u organizua posaçërisht për të në 20 vjetorin e vdekjes nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryetari aktuali subjektit politik që vet Rugova e themeloi, Lumir Abdigjiku, thuri vargje për jetën dhe veprimtarinë e tij. Ai solli në politik disiplinën e studiusit, durimin për të analizuar, qetësinë për të peshuar, përgjegjësinë për të mos folur kot. Prandaj kalimi i tij nga letërsia në politik nuk ishte kapërcim, por ishte zgjerim, nga fjala pra te shteti, nga ideja tek institucioni. Ndërkohë një nga bashkëpunëtorët e tij, Mohamed Hamiti, shpjegoi për arsyet pse ky personalitet ishte kaq i dashur për popullin e Kosovës. Rugova është presidenti historik i Kosovës, është zgjedhur me votë popullore. Një nga elementet e trashëgimisë së tij është se udhëheqës përjes bësh me besimin e atyre që të votojnë. Dhe ky është standardi pa të i kalueshëm sot, apo jo? Edhe në vitet 90-ta, në vitin 1992, Rugova ka marrë, ka dalë, ka kërkuar votë për të bërë prisë. Akademi përkujtimore për Rugovën të mërkurën në një lokacion tjetër u mbajt edhe nën patronatin e presidentes aktuale Vjosa Osmanit. Jemi bashk për të kujtuar dhe nderuar figurën e tij dhe për ta shënuar momentin kur ideja e lirisë u bë edhe kulturë politike. Momentet më të afërta me të i kujtoi një ish bashkëpunëtor i ish presidentit. Brenda 24 orësh ka pi 20 kafe, turke pa kajmak, që vetëm zonja Fan ja ka përgatitur si duhet. Pati bërë një dhomë galeri me minerale që ai qunë të gur, kove të fundit
i patasjell me thas gur opale në copat mëdha, vdesja duke qeshur, kur e merrte një qekan dhe i copton të gurë të mdhej duke i mbledhur pastaj grimcat e vogla të cilat prodhoheshin nga goditjet e tilla. Ajo që mbetet e sigurt për Rugovën ishte betimi i tij pa lëkundur për punën dhe për kushtimin për shtet ndërtimin. Përkushtim time do të pushtoj arritjes dhe rrugës së pavarësisë së Republikës së Kosovës në të tërsinë territoriale të saj. Beton. Për figurën e presidentit historik të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova, do të flasim me njërin prej bashkëpunëtorëve të ngushtë të Ibrahim Rugovës me mua në studio është ish zëdhënësi i presidentit Muhamet Hamiti. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që erdhe në emisionin frontal. Realisht bisedova, para se me bisedu me ju, bisedova me Skënder Hysejnin. Edhe pyeta atë, thash, kush është një bashkëpunëtor i ngushtë që mundet më na fol për Ibrahim Rugovën, ai më tha, tha Muhamet Hamitin. Mund të ishte edhe Skënderi, sigurisht. Ne kemi punuar bashkë ne të dy dhe bashkëpunëtorët e tjerë, natyrisht edhe këshilltar, po me Skënderin kemi punuar shumë gjatë prej viteve 90-ta, edhe në kohën kur s'kemi pasur funksionet ta themi formale, këshilltar, emnime të tilla, kemi qenë gjithherë sepse shteti i Kosovës atëherë ka qenë masin kritik, ka funksionu i mbledhur rreth zyrës së tij. Ka qenë rreth zyrës së tij. Po, çush ka qenë me punu me Ibrahim Rugovën? Ka qenë knasi, unë sigurisht jo e lehtë dhe në rrethona të vështira, sepse Rugova doli edhe u bë pris i mbijetesës për popullin e Kosovës në fund të viteve 80. Ishte koha kur muri i Berlinit ra, komunizmi po binte, ndërsa ai me kolegë të vet, me klasë intelektuale të shkëlqyeshme të asaj kohe, krijuan formacionin e parë antikomunist jo vetëm në hapësirat shqiptare, po edhe në këtë pjesë të Evropës juglindore. Presidenti Rugova s'ka pasur qef të referoj kësaj pjesë Asi Ballkan. Domethënë Kosova, Dardania antike si thoshte ai, binte dhe bjen në Evropën juglindore. Kështu që po ka qenë lehtë në kuptimin që ka qenë njeri i përkushtimit për punës, ideve të mëdha, i fjalëve të buta, i qëndrimeve të forta. Ky ka qenë Rugova. Dhe të forta i ka pasur sidomos për pavarësinë që ka nisur, po them, 89 që janë pak ditë prej vitit 90, dhe kjo kauzë e tij, që u bë kauzë e popullit të Kosovës për liri, pavarësi dhe demokraci, u realizua. Nisi me mjete pasore, shumë kush Rugovën e quan udhëheqës televizës pasore, po ka njerëz që pa të drejtë, s'po them me qëllim të keq, po pa të drejtë i referon asaj lëvizje si lëvizje pasive. Nuk ka qenë as pak pasive. Me ai organizim, dhe organizimi ka qenë në themel të këtij shteti të Republikës së Parë të Kosovës, ka qenë organizimi i jetës në fusha që mund të realizoheshin shëndetësi, arsim, diplomaci, informacion, kujdes social dhe të tjera, po sidomos organizim për mbijetesë, si thash, për krijim të misive, për ta ankoruar Kosovën me vlerat perëndimore që na u shpërblyen në fund të viteve 90-ta, kur bota mbar, bota demokratike, nën udhëheqjen e SHBA-ve dhe të NATO-s, aleancës më të madhe në historinë e njerëzimit, edhe politike edhe ushtarake, ne i shpëtuam gjenocidit që ishte përgatitur dhe po realizohet, po të mos kishte ndërhyrje nga Serbia. E përmendet pra, më shumë se 30 vite ju ka ra me punu bashkë, madje edhe në fjalimin që mbajtë sot në akademi, treguat që keni qenë zëdhënës deri në ditën e fundit, kur ai ka ndruar jetë. Po, kam qenë zëdhënës. Është e vërtetë si që tash ne kemi punuar edhe gjatë viteve 90-ta, unë kam punuar në atë kohë rreth organizimit në Qendrën për Informimin të Kosovës, kam drejtuar shërbimin anglisht të Qendrës për Informimin të Kosovës, që ka qenë agjenci kombëtare e lajmeve, ka njoftuar për zhvillimet në Kosovë dhe në botë. Ka qenë institucion shumë i rëndësishëm, tash përmendet më rrallë, po ka pas dhe ka vlerë historike. Kështu që kemi qenë shumë afër aty, kemi punuar shumë gusht dhe gjithë organizimi, po them, selia e Republikës ka qenë në barakën, po them, në ndërtesën e vogël që fillimisht ka qenë e shoqatës shkrimtarëve, sepse Ibrahim Rugova ka qenë kryetari i shoqatës shkrimtarëve dhe shoqata shkrimtarëve nga viti 1988 në drejtimin e tij u bë bërthama e kësaj lëvizje
të rezistencës, fillimisht edhe kulturore që gradualisht po bëjë politike. Po përmend këtë sepse Marralla është përmendur, po e kujtoj për publikun tonë, që në vitin 1988, në prill, Ibrahim Rugova e ka drejtuar një delegacion, një përfaqësi të shkrimtarëve shqiptarë të Kosovës në përballje të drejt për drejt në Beograd me shkrimtarët serbë që ishin bërë praktikisht, ishin rreshtuar me Miloševićin dhe me politikat e tij agresive ndaj shqiptarëve. Rugova, Sabri Hamiti, Recep Çosja dhe të tjerë kanë bajtë të fjalimet që janë bërë publike atëherë, kanë pas bërë bujë dhe jo vetëm brenda asaj hapësire të Kosovë, Serbi dhe në Jugosllavi, po edhe me gjerë shi si përballja parë, po themi, në cilin shqiptarët kishin dalë fitues. E ka përmend, nuk e di nëse në këtë rast apo në rast tjetër ka përmend edhe Milazim Krasniqi, një përballje që ka pasur Ibrahim Rugova dhe tash ne që e njohim Rugovën nga ajo që e kemi parë, është për të habitur gjithë ajo, se më thonë, ajo fuqi e fortë që kishte treguar Ibrahim Rugova në Beograd. Ka treguar, ka qenë kundërshtar i guximshëm, sepse thash më herët edhe di pse e them, ka fjalë të buta në shikim të parë, po qëndrimet të forta. Ai ka folur për strategji negative. Mi lëmban titullin e fjalës e tij, strategjia negative. Atë që po bënte Serbia e ka quajtur strategji negative para qindra pjesëmarrësve, e kam fjalën për njerëzit, audiencës së madhe që po ndiqte drejt për drejt këtë përballje të shkrimtarëve shqiptar dhe serb në Beograd. E përmend dhe ne kemi pasur edhe si gazetar, kom pasur rast me taku, sigurisht ju e njihni shumë mirë, përmend këtë natyrën e butë që e ka pasur Ibrahim Rugova, por edhe të qeshur. Mbani përshtypje madje është një fotografi nga momenti kur Ibrahim Rugova del në konferencë për shtyp për të treguar para qytetarëve se vuan nga kanceri i lokalizuar në Mushkri. Pra, në këtë fotografi që nuk është kjo, sigurisht është një fotografi tjetër që do të shfaqet. E shtatorit vitit 2005. Shihin edhe jo në atë fotografi dhe shihni Ibrahim Rugova i buzëqeshur. Ai ka qenë më i buzëqeshur se ne. E tregoj që unë dhe miku im dhe kolegu Skënder Hyseni u afruam për të folur më herët, për mënyrën se si do ta kumtonim këtë lajm për gjendjen e tij shëndetësore, për ato që kishin konstatuar mjekët nga ekzaminimet e tij edhe në Kosovë edhe në Gjermani, po Rugova, presidentin, na tha, jo, as Muhameti, as Skënderi, as kush, unë do të flas vetë me qytetarët e mi, unë do t'i drejtohem popullit tim me mesazhet që ka shkruar vetë. Natyrisht fjalimet i ka shkruar vetë dhe drejtohet aty dhe po ta dëgjoni, besoj që keni dëgjuar, po e kam fjalën për publikun, ai mbasi tregon për gjendjen e vet, shpresën se do ta mund, do ta fitoj edhe këtë betejë dhe do të punoj edhe më fuqishëm me kolegë, sigurisht me organizimet për pavarësinë e Kosovës. Pra ju si bashkëpunëtor ti donet ju ta japni të lojmet për të mos e ngarkuar ato dhe me një dyshim. Dhe ishte insistimi i tij që ishte insistimi i tij që ai të komunikonte drejt për drejt. Dhe ndonse rrethonat, kjo është kohë mas luftës. Rrethonat e viteve 90 kanë qenë më të vështira për lëvizje e të tjera. Megjithatë ka qenë njëri shumë i afërt me këdo. Njerëz të shtresave të ndryshme për njerëzve në Katun dhe në qytet, shtresave intelektuale, profesionale të tjera, me të gjithë ka komunikuar dhe një pjesë e njerëzve nuk e kanë kuptuar edhe idiomën e tij, thjeshtësinë në duke të parë të gjuhës së tij, e cila për fatin e mirë tonin dhe natyrisht edhe të tij edhe të çështjes son ka funksionuar si brenda, si jashtë. Po mbrojnë pragun e shtëpisë, ka pasur njerëz që se kanë kuptuar mirë. Ai ka qenë shumë thelbësore. Shtëpia pa mis nuk mohat, ka qenë shumë thelbësore. Këtë e ka thënë madje në Parlamentin Evropian kur i është dhënë çmimi Saharov. Ka marrë shpërblime dhe njohje ndërkombëtare, po gjithmonë ka qenë i afërt dhe sepse ka njohur këtë vend dhe ka siguruar mbështetjen, ka siguruar besimin e qytetarëve. Arritje madhe në fillim në kuptim të demokracisë e Ibrahim Rugovës ka qenë që ai ka besuar që pris mund të bësh me votë qytetare. Bile në fjalimin që mbajtët ju, treguat që ka qenë lideri më i votuar ndonjëherë në si dyshim. 860.000 kështu diçka tash mos e kam me fjalë aty. Janë 867.000 e 557. Po, sepse janë shënimet të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve. Ka pasur Komision Republikan të Zgjedhjeve që i ka shpallur këto rezultate janë publike, ka pasur edhe vëzhgues ndërkombëtar edhe atëherë. Në vitin, cili ka qenë vitin 1992. Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Presidenciale. Rugova fitoi natyrisht zgjedhjet presidenciale, fitoi besimin e qytetarëve dhe
kur rrethanat shkuan në vitet 90-ta dhe duk se po zgjatej shumë kjo puna e zgjedhjeve, u mbajtën zgjedhjet e dyta në vitin 1998. Edhe aty ka pasur një keqkuptim pjesërisht për shkak të rrethanave të luftës. Po kërkohej, e dinim ne, e dinte Rugova në radhë të parë, se kërkohej konfirmim demokratik për vullnetin qytetar. Nëse qytetar doni që Rugova, udhëheqësia e tij të vazhdonte. Dhe kishte edhe, jo mirë kuptim, po edhe insistim edhe amerikan për mbajtjen e zgjedhjeve. Pra, ishte fotografia ajo se dosha me pyet qysh ka mundësi që mu duk i buzëqeshur përpara dhënies së një lajmi që realisht kur jepet lajmi që vuan nga kancerin e mushkëri është paralajmërim për një fond jo të mirë, siç edhe ndodhi. Tushit Ibrahim Rugova duke qesh. Ka pas një korajo të madhe. Ka qenë njeri shumë i guximshëm, se njerëzit kur thonë politike urtë, njeri urtë, nuk e mendojnë në radhë parë si njeri që është njeri i qetë, sepse ka qenë edhe misionar. Rugova e ka ditur se po drejtonte popullin e vetë për mbijetesë dhe synonte dhe punonte me përkushtim pothuaj religiöz për pavarësinë e Kosovës. Unë kam qenë shumë takime kur mistant huajt në dhe në kohën kur nuk përkrahej pavarësia shprehimisht, mirë kuptonit kur e shprehte sepse mënyra se si e paraqiste projektin për pavarësinë e Kosovës si zgjidhje kompromisi. Ajo që prej shumë kujt, sidomos jashtë, po besa edhe për njerëzve brenda shihet si kërkesë maksimaliste, pavarësia e Kosovës, në statusin e autonomisë relativisht madhe në Jugosllavi e kishim humbur, ndërsa tashti kërkesa është për Kosovën e pavarur, cilën Rugova ja doli me fuqinë e tij bindse, po se them, s'po e quaj retorike. Të siguroj përkrahje për pavarësinë, madje si zgjidhje kompromisi. Fliste në vitet 90-ta për Kosovën shtet pavarur dhe sovran të hapur ndaj Shqipërisë dhe Serbisë. De facto aty jemi ne sot. Po, me që përmene Shqipërinë, unë kuptova nga fjalimi juaj, e kuptova në detaj shumë interesant. Nuk e di cili vit ka qenë fund vitit. Fillim me njerë sepse në 91. Po. Po, sepse është... Por Rugova ka refuzuar me shku me banderinë. Po, është fillimi, është data mundësinit. Ka refuzuar të shkonte sepse natyrisht regjimi, a ishte në gramat e fundit, po regjimi komunist Enver Hoxhës në drejtimin e pasardhësit të tij, Ramizanisi ishte ende në fuqi dhe përpiqje ndër të fundit mbante pushtetin dhe ka kërkuar të shkonte dhe Rugova ka refuzuar, sepse Rugova në thelbin e vet shpirtnisht ka qenë njeri i djathtë. Edhe ai ka besuar në të djathtën, po e quajmë popullore vendesi, sepse kryesisht njerëzit e orientimit të djathtë dhe partitë e orientimit të djathtë janë partitë që kanë edhe karakteristika vendese. E djathta e Francës, e Shëbave, e Britanisë, po e them edhe e Kosovës, kanë edhe karakteristikat vendore. Ky ka qenë një antikomunist dhe sigurimi e ka përcjell Rugovën edhe si intelektual, sepse çën vitet 70-ta... Sigurimi shqiptar. Po, ka përcjell atëherë jo në kuptim politik, po edhe politik, sepse ka parë qëndrimin e Rugovës dhe të kolegëve të tij në Prishtinë, të atij që një pjesë e njerëzve quhen tuqarku kulturor i Prishtinës, që kanë qenë kundër realizmit socialist, që ka qenë dogmë në Shqipëri. Dhe atë dogmë ata janë përpjek ta shtrihin edhe në Kosovë. Kosova intelektuale, shtresa kulturore, e ditur, e shkolluar, ka bërë të kundërtën. Ka punuar për të vendosur kulturën dhe letërsinë shqiptare në binarët, po them, vleror, perëndimor, ndërkohë që Shqipëria për 45 vjet e kishte kthyer ka Bashkimi Sovjetik. Dhe kthehemi te kjo koha e udhëheqjes së shtetit në një gjendje jo të mirë shëndetësore. Si kanë qenë këto, le të themi, muajt e udhëheqjes së Ibrahim Rugovës në sëmundjen e rëndë të kancerit? Është pyetje mirë, po e them pse. Mbasi e dha lajmin për cilin folëm, është shtatori, fillimi i shtatorit, kemi shtatorin, tetorin, nëntorin, dhjetorin. Janë këta muajt kur ai ka funksionuar, ka drejtuar edhe Kosovën si president, po edhe ekipin e unitetit, sepse drejtonte ekipin e unitetit që u funksionalizua atë vjesht, punoi mrenda për mrenda, për pasuesit e po e them të shtetit, po edhe të opozitës kanë qenë në ekip, apo jo, dhe kanë harmonizuar strategjik, ka punuar ngusht me të gjithë,
dhe e ka drejtuar takimin e parë, Rugova, si udhëhes me ekipin e vetë natyrisht, të unitetit, me Ahtisarin dhe ekipin e tij, dhe një takimi i parë, unë kam qenë aty, ka zgjat me orë, a kam qenë 3-4, s'mund ta them me saktësi tash, asnjëherë Rugova ka folur për nevojën e zgjidhjes natyrisht të statusit të Kosovës me pavarësi që ka qenë qëndrimi i tij për 15 vjet më herët, po që kjo të bëjë më shpejt për të siguruar njohjen, po s'ka përmendur asnjëherë gjendjen e vetë shëndetësore. Kjo i ka pas habitur edhe njerëzit e delegacionit ndërmjetës. I ra disa muaj pra në këtë gjendje, sigurisht derisa erdha 21 janari, dita dhe kur ndroi presidenti, mirë po përpara se të flasim për këtë ditë, të flasim për Ibrahim Rogovën, ju thash para emisionit të flasim pak edhe për atë se si ka qenë Ibrahim Rogova, jashtë asaj që ne e njohim. Ne kemi pa në televizor, në për intervista, ju shumë po, ju keni pas mundësi që ta shihni dhe ta njihni nga afër jashtë kamerave. Unë e kam njohur herët, kështu që tash e kam problem të ndaj shtresimet e njohësime me ta herët. Kur them herët, flas për kohët që në vitet e 80-ta kur ai ende s'ka qenë as kryetari i shoqatës shkrimtarëve, as i LDK-s, as i Kosovës. Sepse na keni pas përbashkëta interesimet për letërsinë, për studimet letërare. Rugova ka qenë një nga kritikët dhe teoricianët kryesor shqiptar të kohës përgjithsisht, me një grup tjetër të tjerësh, ndërsa unë student në atë kohë me pretendime letërare dhe jam njohur më herë. Unë masi po flasim për këtë punë e kujtoj për shembull që në vitin 1989 në Korrik unë kam mbaruar studimet, provimin e fundit të studimeve për letërsi të përgjithshme në Zagreb, te një profesor që ishte kryetari i shoqatës shkrimtarëve të Kroacisë, një Antes Tamas, poet i njohur, më vonë akademik, i cili mbasi mbarova provimin edhe dola me sukses të shkëlqyeshëm, më pyeti mos rastisht digja për Ibrahim Rogovën. Ku është? Ishte Korriku i vitin 1989, një javë mbas intervistës një orë të Rogovës atëherë për Der Spiegelin, që u bë problematike për arsye se Serbia u trazua, sepse intervista titulloi Serbet kthehen sërish për të hakmarrë. Ishte intervistë që çoi madje në situatën kur një pjesë segmente më agresive të elitës, po ja them politike, po ta quajmë komuniste, pasak të shtetit represiv, e kërcënonin edhe me burg. Dhe profesori më thotë, si është kushta e njoh, takohem me të është Prishtinë, se s'ka ku tjetër gjetiu. Edhe ai habiti thotë, unë po frikon për të, ti më thua që ai del në Prishtinë dhe bën, po e quajmë në rrethana të tilla një jetë relativisht normale, del edhe me pi kafe, me fjalë tjera, ai do ta mendonte situatën, e kam fjalën për profesorin dhe kolegun e tij nga shoqata e shkrimtarëve, si dikë që do duhet të fshihej dikon. Ata që e kanë njohur, sigurisht e keni njohur edhe ju Ibrahim Rogovën, e kanë cilësuar si njëri që realisht nuk është friksu. Hiç. Natyrë thona me të cilën ka udhëhequr Kosovën, po flasim për vitet të 90-ta, pra ka qenë problematike me udhëheq një lëvizje çfarë ka udhëheq Ibrahim Rogovën. Edhe hapon, unë e di se kur u bë kryetari i Lidhjes Demokratike fund të 89-shëm, në vitin 1990 u masivizua praktikisht njerëzit, klasa intelektuale e para, kjo që edhe ashtu punoj bashkë me të për ta themeluar Lidhjen Demokratike, po edhe të tjerë që bën Këshillin për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, pastaj u bën edhe partitë të tjera politike. Janë njerëz, ky doli disi pa evituar shumë lider, sepse fitoi këtë besim dhe ka pasur guximin dhe deri në vitin 1990 shqiptarët e Kosovës janë dënuar me 2 muaj burg mas paku për të thjesht për një Kosova Republik me zë apo pa zë, me shkrim apo diçka. Rugova ka thënë konferencë për javshme mas rrallim ndonjëherë më shpesh, Kosova duhet të jetë republikë. Në farë mënyrë po them kështu kushtimisht se kjo është figurativisht e ka dekriminalizuar kërkesë. Nëse lideri i një shumice të madhe në atë kohë, Lidhja Demokratike si parti, po sido që tjetë e madhe, e thot hapun, atëherë regjimi merret me të, s'ka çka të merret me të tjerë. A ka qenë ndonjëherë, ka pas probleme për shkak të qëndrimit të tij që ka pas përlosën për vitet 90-ta? Ka qenë e vështirë, sigurisht ka qenë e vështirë edhe kujdesi për të rrafsh të sigurisë, po të kujdesi aq shumë për veten, ta kishte në plan të parë veten, ndoshta s'do të vazhdonte, sepse ka pasur edhe njerëz të tjerë të vitet 90-ta, sigurisht intelektual, punonjës të mirë,
njerëz të mirë që e kanë menduar atë udhëtim më të shkurt dhe një pjesë e tyre se kanë përballuar këtë udhëtim të gjatë. E ka ndërprej. E ka ndërprej. Ky është, s'pa themi vetmi, se ka pasur edhe shumë të tjerë, po njeriu që ka pasur guximin i ka pri këtij populli në kohë të vështira, në kohë kur edhe është dukur e vështirë. Për shembull, mas Daytonit, një pjesë e njerëzve në Kosovë u dëshpëruan. Njëri prej tyre kam qenë edhe vetë, e pranoj. Që su përfshi Kosova. Su përfshi Kosova, po tash ti kur e menon në kohë mrapa, po të përfshi Kosova në Dayton, ka mundësi që sot Kosova do të ishte shtet i pavarur. Me të jashtë, një pjesë e njerëzve ndjen nevojën për një rezistencë më aktive duke përfshirë edhe të armatosur. Një pjesë e konsiderueshme atyre njerëzve që janë përfshirë edhe në këtë aksion veprim dhe të armatosur edhe të që kanë qenë edhe të Lidhjes Demokratike, de facto për krahas të Ibrahim Rugovës. Me që përmene luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës, kanë dolë dhe vazhdimisht dolin do intervista, do gazeta që flasin për qëndrimin që ka pasur Ibrahim Rugova për UÇK-n. Nuk e di në atë kohë a keni qenë më afër Ibrahim Rugovës qëndrimi i tij për ushtrisë ligjore të Kosovës si dorës gjallëra. Ka qenë qëndrim për ta s'ka fol për në kontekst të ushtrisë ligjore të Kosovës. Janë deklaratat më hershme që vjerën prej kontekstit kur flitet për aksione në kohën kur as nuk ka pas as për marrjet përgjegjësisë për to. Ka pas veprime të gueriljes në fillimet e veta që ka qenë më vogël, që është e kuptueshme, tash është më lehtë me kuptu. Edhe në kohën kur ne kemi pasur kontroll të plot mbi sigurisht sepse kemi qenë në okupim, ndërsa pala tjetër e ka pas dhe ka mund, nuk e ke ditë kush ka bërë, por jo nuk janë të vërtetë. Folëm pak më herët për sigurinë, realisht mundet me marrë me mend se ka qenë pra niveli i sigurisë për qytetarët e Kosovës, por edhe për Ibrahim Rugovën si kryetari i Kosovës, po flas për vitet 90. Mirë, po siguria e presidentit as pas lufte nuk ish maksimale për shkak se po du me fol për atentatet që janë bën ndaj. Si ka përballu Rugova këto atentate? Që po dalë të atentatet për guximin e tij të flas. Kur mbaroi konferenca e Rambujës, ishte pastaj edhe episodi i dytë, më saktë vazhdimi, përfundimi i saj në Paris. Unë në Rambujë kam qenë jo antar i delegacionit, po afër me Çikun, dhe e di që Rugova është kthyer në Prishtinë. Edhe pas Parisit Rugova është kthyer në Prishtinë. Ka pasur njerëz që kanë menduar që ai s'duhet të kthehej në Prishtinë. Rugova ka vendosur dhe është kthyer në Prishtinë. E ka tregu Arsim Bajrami, antar i delegacionit, madje në emisionin frontal e ka tregu insistimin e Ibrahim Rugovës për të futur në Kosovë, ndonë se ka pas kërkesa që ai mos të futet për shkak të mundësisë që ai të vritet. Thotë Rugova, unë du mu kthy sepse du me kanë me popullin e Kosovës. Duhet të jem me popullin tim, ai ka qenë këtu dhe ju e dini historinë pastaj marrës peng prej Serbisë Miloševićit e të tjera që sigurisht ishte situatë e rëndë për ta, për familjen e tij, padyshim, po edhe për qytetarët e Kosovës që edhe ashtu ishin në plakën e luftës gjithandaj Kosovës dhe me pasojat e saj edhe në vendet fshinje. Tash të kthehemi te atentatet. Po, ka pas një sulm në obor në shtëpisë tij duket në vitin 2004. Unë ka pas njoftuar bile para ta. Ka qenë në obor. Po. Në 2004 ka qenë, është sot zbulukur. Ky i marsit çfarë sulmi ka qenë ky në obor? Me një mjet shpërtys. Po. Në 2000 ku ka qenë Rugova në atë kohë? Në rezidencë? Në rezidencë ka qenë. Po. Në 2005, në 15 mars, sa më duket, ndërsa shkonte për rezidencës vetë në presidencën e Kosovës, në zyrat e presidencës në Kovendit, në ndërtesën e Kovendit, është ai sulmi fuqishëm, të cilit i ka shpëtuar Rugova, dhe ju e keni pa edhe aty, Rugova del pas takimit me Sollanën, që ishte komisioner i lartë për politikë të jashtme dhe të sigurisë të BE-s, flet për thotë shpëtova dhe kësaj here, dhe flet për elemente që e duan destabilizimin e Kosovës. Elemente të jashtme, e shini në kohën kur e jep lajmin për gjendjen e vet shëndetësore, lajmin masakt komunikimin me publikun para kamera pa ju dridh buza. Thot shpëtova dhe kësaj here, ka elemente që duan destabilitetin e Kosovës. Pra elemente fojnë dikun ju me shti probleme mrana? Po, a i s'ka dashur fundja historia e mënyrës se si janë krijuar institucionet e para në Kosovën demokratike flet. Rugova ka qenë njeriu me LDK-n që ka fituar shumicën e madhe, po themi të madhe, edhe në zgjedhjet lokale dhe qendrore,
Po e dihet historia e dy qeverive të para. E para ka qenë qeveri e përbashkët. E dyta ka qenë qeveri me 6% që 6-7 asot do që të keqen, sepse Rugova ka besuar në një demokraci ku ka dhe opozit. Po, madje edhe në një prej fushatave, thot që voton LDK-n, mirë po do të mi votu dhe tjerat, sepse nuk ka kuptim demokracia. Pa dëshim, ka qenë demokrat tamam dhe ka besuar në të, në pluralizëm, në delë që duhet të punosh edhe me rivalin nuk e ka parë si armik, ka punuar edhe me ata që e kanë denigruar, edhe sharë. Kush janë ata? Rivalit politik, partit e reja që doli mas lufte, për ta e kam fjallën. E ke po në herë, ose kur e ke po Rugovën të dëshprun, ose të mërzitur? Thonë drejten mund të ketë pasë rastet tjerë, po nështë ta maj prest me gjithë se bëhat fjallë për freskisë, sepse kanë shkuar viti. Ka qenë viti 2005, kur për festat e 28 nëntorit, Komuna e Prishtinës ka pas shpalosur edhe flamurin Dardar, që ka qenë propozimi ti për flamurin e Kosovës. Ka qenë propozimi ti. Asë njerës ka thonë, ky do tjetë flamuri që imponoj unë. Ka thonë, ky do tjetë propozim, shjeni. Edhe ka pasur, ju e dini, janë djerë dhe janë djerë flamur. Janë vendos, Komuna e Prishtinës si pa të vendos flamurit Dardar në përkrejt Prishtinë. Dhe më pas që ndodhe? Më pas, një pjesë e tyne janë djegë, apo jo. Edhe kjo ka qenë shumë edhe shumë, unë e kam pas, jam pa me të personalisht. Qyshe përjetoj Ibrahim Rugova? Nuk e ka përjetu mirë, sepse ju e shini flamurin Dardar, qka përbana e aty? Ka se elemente të flamurit shqiptar... Ato simbolit që tash po i mungojnë flamurit shqiptar. Se dyshim. Qyshe ke momenti kër e kuptoj Rugova? E ka pa lamet unë, po them që njeriu, sepse është përpjek, ka pas, jo të gjithë e kanë kuptuar paktin nevojën që nëse do shtetë pavarë, do të kesh simbolit tua, që pa dyshim duhet të daloj për simbolit të shtetit shqiptarë, ndryshe si do të... Ska kuptim simbolit e njëta dy. Ideja ti edhe mënyra ti e edukimit, po qujmë qytetarë tash, pedagogjisë qytetarë ndasi, për të mësuar njerëzit që po, e do më shtetin e pavarën, dhe natyrisht kë shtetin e pavarën do të ketë edhe shenjat e veta, simbolit shtetërore, i kemi shuqër, edhe i duom, po propozimi ti ka qenë kjo. Por o dëgjën flamojt e ti, me 28 nëntor të cilin... 27-28, 2005. Kujtojt atë moment, pra ka qenë i moment dëshprimi për Ibrahim Rugova, si që po shpikoni? Sepse kanë që... Shaj qka përmbana i flamurë. E momentet lumëtëra, qysh kur i ka pasur... Po tashi, lumëtëra, liria Kosovës është momenti lumëtërisë. Unë e përmenda në fjallët që mbajta në Akademin për kujtimore për të lutje Zotit që e ka shkruar me 12 qershor 1999. Rugova në fillimit e veta, më pak i njërë është ka shkruar edhe poezi. Jo shumë, po ka shkruar. Dhe më thonë, e ka dashur shumë poezin, ma vonë është bërë në radhë parë, ka shkruar kritik, librin e parë edhe me kritik e ka lirik në vete. Po është një lutje Zotit. është shprehje e mirënjohjes, një farë himni për ata që na kanë ndihmuar në dalë liri. E pa të nësulmu shumë rivalit politik, e përmendet edhe jo, por Rugova nuk i ka sulmu kur. Jo, kur. Qysh ka pos mundësi? Detraktorët e vetë, ata që kritik të tjetë shkuar dhët, edhe ata që kanë shohë, fatkesisht, në mënyra si është përgjigjë Rugova, ka qenë edhe ata kanë të drejtë për mendimin e vetë. Kaq, s'është marrë me ta ma shumë. Edhe ju po shini, një farë mënyrë, edhe detraktorët i ka mujtë për së gjalli, po, edhe ma vonë, sepse figura e Rugovës po shihit 20 vjetë, sot jemi në ditën, në përvjetorin e 20 të shkuarjes e ti në amshim, figura ti, karizma ti ka shkuar duke u rritur. Po shini që edhe detraktorët e ti në ndërkohë, shprehin mirënjohje, mënyrat e veta dhe njohje të vlerave, të politikave dhe të kulturës e ti dhe të sjelljes e ti. Kjo kulturë dhe kjo sjellje e ti duhet të jetë trashëgimia ti përgjithsisht, edhe është në themellet e këtij shteti dhe njohja dhe kultivimi i saj i shërben demokraci, sepse në lirinë dhe pavarësinë i kemi, po demokracia është proces më i gjatë. Është njohur pra edhe në këtë fotografi që po shihet pra ky simboli i shallit. A ka pas një histori puna e shallit? Ka shpjegime dëshme, me thënë drejtën, në çështje kam biseduar shumë me ta. Njeriu ka bërë studimet këtu, ka bërë edhe studime në Paris, madje me një nga studiusit edhe kritikë edhe teoricienët letërar Roland Barthes, është edhe pjesë
e dijes dhe të kulturës që merë dhe jashtë, është dikush e shella si sublimimi i shenjave këtu edhe atje, po është një fatmirë ikon, kjo është pamja ti. Unë e di që kur kemi udhëtuar jashtë, ka qenë asi një orë, sa që njerëzit edhe në aeroport në doherë ka thonë s'kemi pa moti. Në më thonë është bosh i njoftën në këtë mënyrë. Çka ka bën nervoz Ibrahim Rugova? Ulja nivelit komunikimit në herë, dhe sidomos po flas komunikimit publik, jo privat, se për privat. Ajo po. U përmend sot Adnan Marosi përmendi që ka qenë Marakli kafe, ka pi deri 20 kafe mrena dite. Përbes kafet kemi pi edhe na si kemi qenë afër, si kemi një kur, po njeriu i dijeve, është njeriu i librave, i dijeve që ka kaluar prej kësaj sfere krimtarisë edhe të punës, po themi intelektuale në veprim, po këtë pjesën e intelektuale se kalon asnjëherë, kur e pyesnin ndonjëherë mos i zëdhën se më pyesin çfarë libra po lexon, natyrisht që më ka treguar mua saktësisht as e kam pyetur çfarë libra po lexon kohët e punit. Po ndonjëherë kur është pyetur ka thonë po lexoj libra të vjetër, dijet klasike. Rugova ka qenë në terminologjinë perëndimore ndonjëherë i thonë njeri i renaissance man, njeri i dijeve të përgjithshme, jo një specializimi të ngushtë, si janë shumica e njerëzve sot. Me që përmene librat, sigurisht se ndoshta edhe këmujt mos me ditë ose me pa çka po lexon, po për shembull keni pas rast me udhëtu bashkë me vetur, për shembull çfarë muzike, çka i ka pëlqyer Ibrahim Rugos këtë pjesa? Udhëtimet janë çështje më private, nuk mund të them. Nuk mund më tregu për shembull për shijen e tij muzikore, për shembull. E di që njerë pa tregu që i pa pëlqyer kjo kënga që e ka kënuar shumë kur ka ro kushtrimin në Kosovë. Po atë ka bo him. A di bilet e afron me Beethovenin, tashi sa mund të afrohet kjo dhe pse një muzikë, sepse muzika është, unë jam studiues i letërsisë dhe i arteve, po muzika është për mua të paktën art më i vështirë për interpretim, se sa arti i fjalës. Edhe ai shef muzika përjetohet edhe personalisht, po është kënga shumë e bukur, e ka pas propozuar për himn, ku ta kishim ne këtë himn, do të ishte mirë, po ja që se kemi, po me rëndësisht që kemi shtetit për cilin ai shumë breza, shumë njerëza për ti, një pjesë e njerëzve si janë më, një pjesë e njerëzve kanë shkuar atëherë, janë vrarë në luftë për këtë ideal dhe këtë qëllim. Dhe ideali Ibrahim Rugos pra ka qenë liri dhe pavarësia e Kosovës, të cilën fatkeqësisht Ibrahim Rugova nuk arriti që ta pritoj pavarësinë e Kosovës. E ka ditur që do të binte, ai ka besuar fuqishëm. Unë po them, ai ka punuar me një përkushtim, devocion, po thuaj religioz për këtë punë. Sepse ai ka qenë burr shtetas, ka qenë edhe politikan, patjetër. Ka marrë pjesë në zgjedhje, i përmendëm është zgjedh 4 herë president. Ka marrë pjesë në zgjedhje, sepse ka besuar në demokraci, në idenë që mund të drejtosh një popull me besim të qytetarëve. Kjo është filozofia e tij. Vinte dita kur Ibrahim Rugova ndroi jetë. Çka kujton nga ajo ditë? Po, ai kishte ditë që ishte në përfundim të jetës së tij, unë po them të shkurt. Pse po them? Sepse ai ka vdekur 61 vjeçar. Ka qenë, njerëzit mendojnë shumë gjatë, ka qenë 5-16 vjet në politikë aktive, ndoshta 20 mund të bëhet nëse fusim këtu edhe vitet kur ka qenë kryetari i shoqatës shkrimtarëve, gati 20, jo asaj. Kjo është dhe njeriu shkoi nga kjo botë me besimin që Kosova po bëhet e pavarur, sepse e pa lirimin e Kosovës, e pa fillimin e ndërtimit të institucioneve demokratike, rindërtimit të Kosovës e tjerë, vazhdimsinë e punës me mistan ndërkombëtar. Rugova është njeriu që ka vendosur këto lidhje fillimisht, sepse ai ka qenë përveç se lider i Kosovës në kuptim politik si i zgjedhur president, ka qenë edhe krye diplomati i parë. Unë po e quaj bështetas për ta bërë dallimin mes të politikanit që sheh çka ndodh me zgjedhjet e ardhshme, çka duhet bëj tash që të fitoj ose të mos i humb zgjedhjet e ardhshme, dhe të bështetasit që mendon në vija shumë më të gjata strategjike, jo taktike. Rugova ka qenë i tillë, prandaj siç e thatë edhe ju, ka thënë duhet fitojnë edhe të tjerët në zgjedhje. Jo si zëdhënësi ish presidentit, pra keni pas rast me njoftu qytetarët për aktivitetet, për angazhimin e tij politik, për gjithçka tjetër, por keni pas rast për fatin tuaj të keq ta jepni lajmin edhe për... Unë e kam dhënë
lajmin. Sa ka qenë e vështirë për Ka qenë e vështirë, jo e papritshme, sepse smundja more po e vështirë. Unë e kujtoj për shembull mundësinë se janë shënimet atëherë edhe kur e kam dhënë për publikun ton, vendas shqiptar dhe më gjerë, po edhe për publikun ndërkombëtar. Në kërkime sipër pash që kur kanë dhënë deklarat për mediat ndërkombëtare, kanë thënë se Rugova bëri betejën me kancerin me dignitet dhe kurajo të madhe deri në frymën e tij të fundit. Dhe vdiq i rrethuar nga familja vet në Prishtinë. Ndërkohë ka qenë një ceremoni e jashtëzakonshme, ceremoni e varrimit të tij, kanë marrë pjesë 100.000 njerëz në mod shumë të ftohtë. Bile tash përmendet. Po përmendet kur ka vdekur Rugova. Si pikë referencë, ka qenë Acar, Bor e tjerë ato ditë, jo ato ditë deri në 26 kur ka ndodhur funerali, kanë qenë ditë të pelegrinazhit të njerëzve nga gjithë Kosova, partej Kosovës shqiptar, ndërsa në ditën e varrimit përveç përfaqësuesve kryesor shqiptar të kohës, Kosovë, Shqipëri e Gjetiu, ka pasur pjesëmarrje të personaliteteve të rëndësishme politike dhe diplomatike nga Evropa dhe SBA-t. Më thonë, kjo është njohja e Rugovës, i njeriu që bota perëndimore me të drejtë e shefti atit themeltar të shtetit Kosovës. Anglisht, the founding father of independent Kosovo, kështu e ke. Nëse Rugova do të ishte gjallë, a do t'i pëlqente ku është Kosova sot, udhëheqja e saj dhe gjithçka tjetër? Po të ishte gjallë, po e besoj që ne nuk do të ishim në gjendje që jemi, do të kishim punë më mirë me demokracinë. Ku shpitone si bëhet është punë siç e thash sa herë e zgjedhësve. Ata zgjedhin njerëzit që mendojnë se i përfaqësojnë më së miri, kanë besim te ta. Unë besoj që demokracia, gjendja e demokracisë në Kosovë do të ishte më e mirë, do të kishte një balancë më të madh mes pushteteve. Rugova ka besuar de facto në ndarjen e pushteteve. Ju e dini, tash gjithë lufta bëhet për postën e kryeministrit, keni parë zgjedhje. Rugova mund të bëhet kryeminist. Po, apo jo? Ka dhënë dikujt tjetër. Po, apo jo? Po shihni, ai ka besuar. Madje kur u bë qeveria e dytë, e ka thënë vetë në takim edhe me opozitar, ne duam një demokraci, zhvillimin e demokracisë dhe një Kosovë ku ka opozitë të vërtetë ndaj qeverisë. Falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit shumë edhe ju të nderuar shikues që keni qëndruar me emisionin frontal, këtu po japim fond për sot.